Qendra e trajtimit të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Gjirokastër, që nga fillimi i këtij viti e deri tani ka trajtuar rreth 25 raste të dhunës në familje. Për çdo rast, viktimat kanë marrë mbështetje të plot psikologjike, juridike dhe sociale. Sot në ditën ndërkombëtare kundër dhunës, këto shifra marrin edhe më shumë kuptim, duke treguar se fenomeni mbetet shqetësues dhe se angazhimi i institucioneve dhe shoqërisë për parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave është më i domosdoshëm se kurrë. Qendra e trajtimit të rasteve të dhunës në familje në Bashkinë Gjirokastër, që prej fillimit të vitit 2025 dhe deri më tani ka patur një rritje të numrit të rasteve. Rastet janë të referuara kryesisht nga Komisariati i Policisë. Sa ka qenë numri i rasteve të trajtuara dhe shërbimi i ofruar? Që prej fillimit të vitit 2025 dhe deri më tani kemi patur rreth 25 raste, të cilat janë të referuara kryesisht nga Komisariati i Policisë. Qendra e trajtimit të rasteve të dhunës në familje ofron një akomodim për rreth 72 orësh dhe më pas në varësi të rastit bëhet edhe vlerësimi. Ofron këshillim juridik falas, këshillim psikosocial, kopshtet dhe çertet i kanë falas, si dhe referimin tek zyrat e punës. Kryesisht në këto raste të viktimave të dhunës në familje janë femrat, por nuk kanë munguar edhe meshkuj. Sot më datë 2 tetor, e cila është dita ndërkombëtare kundra dhunës në familje, ne si qendër e trajtimit të rasteve të dhunës në familje kemi aktivizuar një aktivitet në mënyrë sensibilizuese për të shpërndarë disa broshura që janë kundra dhunës në familje. Duke qenë se jemi dhe në muajin tetor, i cili është muaji i ndërgjegjësimit kundra kancerit të gjirit, u bë thirrje të gjitha grave të dhunuara dhe jo vetëm për të bërë ekzaminimet përkatëse dhe kontrollet rutinë të tyre, duke qenë se janë dhe falas këtë muaj. Që nga fillimi i këtij viti e deri tani, nga instancat përkatëse raportohet për një rritje të rasteve të dhunës, duke treguar se fenomeni mbetet shqetësues dhe kërkon angazhim të përbashkët të institucioneve dhe shoqërisë. Shifrat tregojnë gjithashtu se është rritur ndërgjegjësimi i viktimave për të denoncuar, një hap i rëndësishëm drejt adresimit të problemit. Sot në ditën ndërkombëtare kundër dhunës, mesazhi është i qartë se dhuna nuk duhet të tolerohet.